Faleminderit kryetar, nderuar ministre, shumë faleminderit për prezencën këtu. Dhe natyrisht, faleminderit edhe që do të përgjigjeni edhe do të synojmë gjejmë zgjidhje për një problem që është shqetësim real, shqetësim etik, e që lidhet me banorët rreth rrugës Irfan Tomini, një lagje shumë e gjerë që fillon tek pallati me shigjeta e vjen deri tek rruga ndarse me Selitën. Janë një numër i konsiderueshëm banorësh atje, për mbi të gjitha do doja të theksoja faktin që janë një numër i konsiderueshëm edhe të smurësh kronik, po edhe në moshë të madhe, të cilët do e mos e para ka nevojë për shërbim shëndetësor dhe e dyta që është po kaq e rëndësishme, duan që ta kenë këtë shërbim shëndetësor sa më pranë vendbanimit të tyre. Për shkak se në moshën 70, 75, 80, 85 vjeçar, të cilët unë i kam gjetur, i kam takuar atje, patjetër që është e domosdoshme afërsia me qendrën shëndetësore me qëllim që të kenë një akses të plot në shërbimin shëndetësor, veçanërisht për element jetik të këtij shërbimi, siç janë edhe vizitat mjekësore, recetat e rimbursueshme që duhet firmosen muaj për muaj, por në krahun tjetër edhe për injeksione, të cilat janë jetike për ta, siç janë jetike edhe për më të rinj, se ata e veçanërisht fëmijë. Në një situatë siç kjo, ku jemi në pikun edhe të gripit. Është themelore patjetër siguria për këta njerëz në radhë parë, dhe natyrisht siguria e ambienteve ku ofrohet shërbimi shëndetësor patjetër që është jetike, po në krahun tjetër çdo element i tillë, siguria nuk duhet të cënojë aksesin e plot të këtyre njerëzve. Dhe pyetja që kam është shumë e thjeshtë. Kur do të vendoset shërbimi shëndetësor po përsëri në lagjen ku këta njerëz marrin banojnë dhe duhet marrin shërbim shëndetësor. Faleminderit. Faleminderit zoti Braçe. Zoja Sala, keni drejtën për të përgjigjur deri në 5 minuta. Zoja ministre. I nderuar zoti kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet. Falenderoj së pari deputetin Braçe për pyetjen dhe për interesimin. Kur bëhet fjalë për shëndetin e qytetarëve, çdo rast i sjell na jep mundësinë të verifikojmë shqetësimin dhe të zhvillojmë një optikë më të gjerë për sistemin. Në lidhje me pyetjet e adresuara, më lejoni t'ju informoj se së pari dua të theksoj qartë se pezullimi i aktivitetit në ambientin ekzistues të kësaj qendre shëndetësore ka qenë rezultati i rekomandimit të akt ekspertizës teknike të kryer nga Instituti i Ndërtimit si institucion përgjegjës për vlerësimin e sigurisë strukturore të objekteve publike. Sipas kësaj ekspertize, godina e qendrës shëndetësore numër 8 në rrugën Irfan Tomini nuk garanton kushtet minimale të sigurisë për vijimin e aktivitetit shëndetësor. Ndaj është rekomanduar ndërprerja e menjëhershme e përkohshme e shërbimeve në këtë ambient dhe rifillimi i tyre vetëm pas marrjes së masave përkatëse teknike dhe ndërtimore. Bijem të gjithë dakord se siguria strukturore është parakushti themelor për ofrimin e shërbimit shëndetësor publik. Së dyti, është e rëndësishme të qartësohet se komunitetit i është garantuar vazhdimësia e shërbimit shëndetësor, që prej muajit shtator 2025, të gjitha shërbimet për banorët të cilët mbuloheshin nga qendra shëndetësore numër 8-3 janë transferuar në mënyrë të përkohshme, e theksoj të përkohshme, dhe ofrohen pa ndërprerje në qendrën ambulatore Vasil Shanto, me kapacitete të plota mjekësore dhe infermierore. Ofrimi i shërbimit u transferua vetëm 850 metra më larg, qendër ku ishte planifikuar konsultori i nënës dhe fëmijës. Ky proces transferimi, që e theksoj është i përkohshëm, është shoqëruar me një njoftim para prag zyrtar të pacientëve me telefon për të gjithë të sëmurët kronik, afishim të informacionit në hyrje të godinës. Të dhënat e agreguara që reflektojnë vijshmërinë e shërbimit shëndetësor tregojnë se, së pari, vizitat mjekësore, shërbimet për fëmijët dhe të rriturit, si dhe procedurat infermierore kanë vijuar pa rënje të volumit apo të cilësisë së shërbimit.
Para transferimit në atje ku është tani, kjo pikë shërbente rreth 15.957 qytetarëve, pas transferimit për rreth 15.960 qytetarë. Pra, shërbimi shëndetësor ndaj numrit të pacientëve mbetet praktikisht i pandryshuar. Shërbimi ofruar i ndarë sipas grup moshave është si më poshtë. Shërbime pediatrike, pra 0 deri në 18 vjeç, i është ofruar 12.563 pacientëve, dhe shërbime për adult, pra mbosha mbi 18 vjeç, i është ofruar 3.394 pacientëve. Për vitin 2025, sistemi e-vizita relaton 119.000 vizita të kryera ose mesatarisht 9.900 të tilla për çdo muaj. Muaji janar 2026 numëron mbi 11.000 vizita, që tregon një trend normal funksionimi në tërësi të qendrës. Këto të dhëna konfirmojnë se aksesi në kujdesin shëndetësor nuk është cënuar pavarësisht pamundësitë dhe vështirësitë për të përdorur strukturën fizike në fjalë. Së treti, stafi mjekësor dhe infermieror kanë qenë në gatishmëri të plotë edhe për ofrimin e shërbimit në banesë, veçanërisht për kategoritë që ju përmendët më vulnerabël të popullsisë. Në këtë kuadër, pacientët kronik, kryesisht të moshës së tretë, janë pajisur me mjekime për një periudhë më afatgjatë deri në 6 muaj, duke shmangur nevojën për paraqitje të shpeshtë mujore në strukturën shëndetësore ku tani ofrohet shërbimi. Së katërti, dua të theksoj se operatori i shërbimeve të kujdesit shëndetësor ka punuar paralelisht për identifikimin e zgjidhjeve alternative pranë zonës në fjalë. Megjithatë, asnjë prej ambienteve të identifikuara nuk ka përmbushur kriteret për ofrimin e shërbimeve shëndetësore. Zgjidhja afatgjatë dhe e qëndrueshme nuk është improvizimi, por ndryrja strukturore dhe konstruksioni i godinës ekzistuese. Në këtë kuadër, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale e ka përcaktuar qendrën shëndetësore numër 83 si një nga qendra prioritare për rikonstruksion në vitin 2026. Sigurisht që do kemi rastin në muajt në vijim që bëjmë me dije zhvillimet që do kemi në dobi të sistemin tonë shëndetësor dhe nevojave të qytetarëve. Ju falemnderit edhe një herë për vëmendjen që tregonin ndaj shëndetësisë. Faleminderit. Zonja Ministre, zoti Braçe, keni edhe 3 minuta kohë për të shprehur në mbështetje të nenit në T5.4 e rregullores. Nderuar Ministra, doja të them që në krye të herës që patjetër që unë vlerësoj punën që mjekët e kësaj qendre ambulatore apo mjekët dhe infermierët e çdo qendre tjetër në njësinë numër 5 apo që i korespondojnë qendrës shëndetësore numër 8 po bëjnë veçanërisht në një periudhë piku sa i takon gripit apo duke i shërbyer edhe të smurëve kronik. Por dërgimi i gjithë banorëve në nevojë për shërbim shëndetësor në lagjen rreth e qark zonës apo rrugës Irfan Tomin, pas shkollës Valsilçanto nuk është zgjidhje. Kjo është harta e zonës dhe jemi këtu me atë qendër ambulatore që ishte dhe kemi shkuar këtu, të paktën 10 blloqe banimi më lart. Dhe po e përsëris, për njerëz në nevojë të smur kronik në moshë të madhe, kjo është e pamundur. Dhe këta nuk janë njerëz që i shpikun, janë njerëz real që duhet marrin shërbim shëndetësor sa më pranë vendbanimit të tyre. Kjo është e para. E dyta që është po kaq e rëndësishme. Pse qendra ambulatore tek shkolla Valsilçanto nuk ofron kushte. Natyrisht ofron kushte më të mira se sa në rrugën Irfan Tomini. Por unë nuk mendoj që kjo 3 dhoma që unë i vizitova dje, siç i kam vizituar gjatë gjithë javës që shkoj, 3 dhoma dhe që janë këto, ofrojnë shërbim maksimal pikërisht për këta njerëz. Për më tepër që të gjitha dhomat ishin pas sistem ajrimi. Dhe më vjen keq, po në kushtet e gripit
Një dhomë pa sistema ajrimi, të treja pa sistema ajrimi, unë nuk mendoj që janë të përshtatshme për t'i ofruar shërbim këtyre njerëzve. Dhe e fundit gjë që kam po prap në këtë aspekt, më lejoni që unë t'i kundërshtoj shifrat që ju dha. Sipas atyre numrave, i bie që një vizitë mjekësore të kryhet në vetëm 7 minuta. 7 minuta vizitë mjekësore, sipas të gjitha llogarive, nuk mund të ketë. Tani, për të shkuar më tutje, po patjetër, e gjithë njësia numër 5 ka nevojë për ambiente që ofrojnë shërbimin shëndetësor. Ju keni plotësisht drejt për qendrën shëndetësore në lagjen Irfan Tomini, ashtu është, po unë nuk di ndonjë plan për të rikonstruktuar pallatin të tërë, sepse qendra shëndetësore apo qendra ambulatore ishte në katin e parë të atij pallati. Tani që të rikonstruktohet ajo duhet bërë pallatin nga e parë. Dhe këtu vim tek pika tjetër që është akoma më e rëndë, që çdo njësi e shërbimit shëndetësor në njësi numër 5 është në katin e parë të një pallati. Dhe kjo është e tepërt. Këto janë pamjet e asaj që ju sapo përmendët, e që është konsultori i fëmijës. Shikoni në ç'kushte është. Ky këtu matan ngjitur me konsultorin është qebaptore. Ndërkohë ambienti i pritjes është ky këtu poshtë. Dhe tani, të gjithë banorët e njësisë numër 5, dhe që është kjo, kanë vetëm këtë konsultor këtu. E fundit gjë që kam, do ishte shumë e frytshme, e dobishme, që minimumi drejtoresha e qendrës shëndetësore numër 8 të kishte bërë realisht përpjekje për të gjetur një ambient në lagjen rreth rrugës Irfan Tomini. Dhe nuk është e vërtet që nuk ka ambient, ka ambiente në atë lagje, por në qoftë se ke një kontratë të gatshme dhe gjëmon pas atë kontratë gatshme, natyrisht që nuk shikon dot për ambient tjetër. Dhe mjafton kaq që drejtoresha e qendrës shëndetësore numër 8, që është marrë me këtë gjë dhe ka zhvendosur atë pikë nga atje në një pikë tjetër, ka thyer shumë rënd besimin edhe ndaj jush, edhe ndaj qytetarëve, edhe ndaj nesh. Faleminderit. Faleminderit, zoti Braçe. Këtu përfundon zhvillimi i pyetjeve përgjigjeve. Vijojmë nëse jemi gati, zoti Balla, zoti Hasani, zoti Sheu me deklaratën.